Olsi Bylyku e surprizoi ish partneren e tij. Egli takon brenda shtëpisë së Big Brother në VIP 4. Egli, Gjesti por edhe të gjithë banorët e tjerë u habitën shumë nga prania e Olsit, me të cilin banorja tha se nuk ishte takuar prej 2 vitesh e pak kohë që nga koha kur ishin ndarë. Kjozi ka debatuar me banoren duke e quajtur të pacit, pasi sipas tij Egli i hodhi kunja Olsit. Nuk janë kunja, janë të vërteta. Mandjen këtu me e thënë se kam 2 vite e ca pa e parë. Nëse i ke marrë si kunja më vjen mirë, po jam e vetëdijshme për ç'a nxjerr nga goja. Respektin e kam patur 10 herë më të madh dhe mund të nxjerr nga goja ç'a të dua unë. Ti shiko ç'a nxjerr vetë nga goja se unë mbaj përgjegjësi për të mijat. Tani vazhdo e merru me ish partnerin tim. Këto 3 ditë të bëj, ja ktheu Egli. Nga ana tjetër Loredana ka qenë më miqësore me Eglin. Ajo i ka thënë se takimi i saj me Olsin ishte një gjë shumë e bukur. Një surprizë e bukur. Ishte vërtet si diçka italiane. Një mësim shumë i mirë, tha Loredana. E bukur, por një gjë që nuk e prisja fare. Se me vërtet jetojmë të dy në Tiranë, por që prej 2 vitesh që jemi ndarë nuk na ka rastisur kurrë që të shihemi në asnjë vend bashkë. Nuk e prisja në mënyrë absolute të ndodhte kurrë. Por që vëllai i madh është plot surpriza, iu përgjigj Egli.